Roma. Hello. Hello. Si jeni? Si jeni ju? Mirë. Shëdjani, si jam lodhe? Si jam lodhe? Ibro. Dolce. Si Sa ja prap? Ibro. Përshëndetje, Ibro. Të shtemi pak? Del për del. Që të pëndogo se shkërkot? Mirë se u futët në shtëpi Dolce dhe Ibro. Po më dëgjoni? Po ka interesant, Po. kështu mos më po, e më të mirë. Po, Ku do shofim? dikujt po e i bë mikrofoni pak zhurmë. Dolce, e ke prish mikrofoni, e di, s'ka fajas mikrofoni shkret. Nisë një të lavë. A jemi në rregull, Dolce? Si do qoftë, po më duke që tani po dëgjosh mirë, a? Ej, atja hini qa pras për Evropa, nashta vjena e baterian vete. Një qa pras kështu e nështë i këfilët. Mirë, do me thonë, gjithçka me teknik, me gjithçka ra. Bje kuvë, du të me kur edhe mjeshtër i momentit. Po, Dolce, Ma që luhise që do. po, e atë shkojnë, sepse banorët në gjatë mbrëmjes kanë zbuluar pjesë të shtëpisë. Me ty do të zbulojmë make-up room, apo dhomën e grimit. E atë shkojmë, gjendet brapa televizorit. E drejt dhe këthesh majtas. Po. Nuk di nëse po dëgjosh. Më dëgjoni ju mua? Po, ka pak zhur mikrofoni, s'ka faj. Qa të bëjë? Asgjë. Re ashtu si që je, e mrekullueshme. Kjo është dhoma e grimit. Dhe ta shohin edhe publiku. Këtu do lyet Dolça, do më thënë. Po, Dolça dhe shoqit e Dolces. Po pse jo dhe shok? Oh my god, sa bukur. Sa kamera. Kamerat mas një jave nuk i vrendat. Po, bukur po dukesh. Sa mbas një jave o dino, mbas 2 ditësh. Mas 2 ditësh, po shumë mirë, po më pëlqen kjo energjie jota. Che bello, bellissimo. Mirë. Nuk e di nëse kam pa dhe banorët tjerë? Apo jo? Nuk i dëgjaj ata unë. S'prish punë. Dolce, shumë mirë, s'ka gjë.